I thanë se ajo ishte vetëm një kamariere. I thanë se ajo ishte e padukshme. Por një të martë me shi në Manhattan, kur miliarderi më i friksuar në botën kulinare u ul në tavolinën numër 4 dhe kërkoi vetëm një pjatë që kreu i kuzhinës nuk mund ta bënte, ajo mori një vendim që do ta shkatëronte jetën. Ajo nuk i shërbeu vetëm ushqimin, ajo e korrigjoi atë. Ajo që ndodhi më pas nuk ishte thjesht një skandal. Ishte një zbulim që nxori në dritë një sekret të vjetër 20 vjeçar dhe rrëzoi një perandori me yje Mikkeli. Ti mendon se e di se si përfundon kjo? Më beso, ti nuk ke idenë më të vogël. Kjo është historia se si një lugë sup ndryshoi gjithçka. Shiu rrite mbi tendën e dhomës së obsidianit, ambientin më ekskluziv në Manhattan, por brenda ajri ishte i qetë dhe i tmerruar. Heshtja nuk ishte paqësore. Ishte e rëndë. Lloji i heshtjes së mbytur që ndodh kur një grabitqar hyn në dhomë. Mia Sollace shtrëngoi strehën e argjend në duar, nyjet e saj u bën të bardha. Ajo ishte 34 vjeçe, me sy të lodhur që kishin parë shumë ndërrime të 2 fishta dhe një llogari bankare që kur nuk dukej të kalonte 3 shifra. Ajo nuk duhej të ishte në skenë sonte. Zakonisht ajo ishte përjashtuar në pjesën e pasme, duke lëmuar pajisjet e argjendta ose duke përgatitur shportat e bukës, e fshehur sepse Gregson, menaxheri i ambientit, thoshte se i mungonte shkëlqimi i nevojshëm për pjesën e përparme. Por 2 kamarier kishin thirrur për sëmundje me grip dhe Gregson ishte i dëshpëruar. Mos e shikoj atë, Gregson vuri në gojë duke kapur krahun e Mias kur ajo kalonte pranë stacionit, thonjt e tij gërmuan në uniformën e saj. Mos e bëj kontakt me sy. Mos fol nëse nuk të flitet. Thjesht mbush ujin dhe zhduku. A më kupton, Mia? E kuptoj, Gregson, përshpëriti Mia duke tërhequr krahun. Tavolina numër 4 ishte e zënë nga një njeri, Arthur Sterling. Në botën kulinare, Sterling nuk ishte thjesht një investitor miliarder. Ai ishte blitorja e vdekjes. Ai zotëronte gjysmën e zinxhirëve të furnizimit në New York dhe vetëm me shkrimet e tij në gazeta që ai zotëronte, kishte mbyllur vetëm 3 restorante të njohur gjatë vitit të kaluar. Ai ishte 70 vjeç, me flok argjendi të mbledhur në mënyrë të ashpër dhe sy sigur i grimcuar. Ai uli vetëm, me një shishe ujë të gazuar të prekur para tij. Mia ju afrua tavolinës, zemra e saj duke rrahur kundër brinjëve të saj. Ajo e derdhi ujin me një dorë të qëndrueshme pavarësisht nga frika e saj. Sterling nuk ngriti sytë. Ai po lexonte menun sikur të ishte një ftoftë gjyqësore. Supja e karavidit, tha Sterling. Zëri i tij ishte i ashpër, i ulët dhe i rrezikshëm. Mia u ngri. Zotni, menuja. Sterling u këput duke ngritur sytë më në fund. Shikimi i tij ishte depërtues. Liston një supë karavidi me shafran dhe qershi të vjetër. A është e freskët? Përgatitet çdo ditë e freskët, zotni. Mia recitoi skenarin. Mirë. Ma sill dhe i thuaj shefit Domonik që e dua saktësisht si u përgatit në vitin 1998 në Lober në Leon. Ai do ta di se çfarë dua të them. Nëse nuk e di, mendoj se do të më duhet ta blej këtë ndërtesë dhe ta kthej në një parking. Ai nuk po bënte shaka. Mia u gjëmua prapa në kuzhinë, dyert lëkundëse u plasaritën. Kuzhina e dhomës së obsidianit ishte zakonisht një simfoni e kaosit të kontrolluar, por sonte ishte një zonë katastrofe. Shefi Domonik, një njeri e goja e të cilit ishte më e madhe se frigoriferi, aktualisht po hidhte një tigan përtej dhomës. Stili i Loberit 1998. Shefi Domonik u gjëmua, fytyra e tij duke u bërë një ngjyrë e purpurt. Unë isha në shkollë kulinare në 1998. Nuk e di se për çfarë po flet. Çfarë kërkoni ju, kjo fosile e vjetër? Ai do supën, shef, u lut Gregson duke fshirë djersën nga balli i tij. Thjesht bëj supën. Është pjata juaj e nënshkruar. Supja ime është e rëndë me krem. Stili i Loberit është një reduktim i pastër. Një stil konsome. Nuk e kemi përgatitur buljonin. Duhen 6 orë. Domonik goditi një kosh plehrash. Thuaj se kemi mbaruar. Nuk mund t'i thuash Arthur Sterling që kemi mbaruar me supën. Gregson ushtoi. Ai do të na shkatërroj. Mia qëndroi pranë stacionit duke parë panikun të shpalosej.
Ajo e dinte saktësisht se çfarë po kërkonte Sterling. Ajo e dinte sepse ajo nuk kishte mësuar të gatuante në një shkollë kulinare në Paris. Ajo kishte mësuar në një kuzhinë të vogël të ngjeshur në New Orleans, e mësuar nga gjyshja e saj, e cila dikur kishte punuar si kuzhinier në Leon para luftës. Metoda e Loberit nuk kishte të bënte me 6 orë bulion. Kishte të bënte me kërcelin. Duhej të pjekje kërcelin e karavidit derisa të digjej pothuajse, pastaj ta shkrije me konjak, jo me qershi, dhe ta trashje me oriz, jo me krem. Ishte një mashtrim i vjetër fshatar për të marrë shijen maksimale në kohën minimale. Nuk mund ta bëj, bërtiti shefi Domonik, duke hedhur përparsen e tij mbi banakun e pasqyruar. Nuk do të dal atje për t'u turpëruar nga ai njeri. Thuaj se sobja u prish. Thuaj se ka një rrjedhje gazi. Nuk më intereson. Shefi Domonik u drejtua me vrull drejt zyrës së pasme, duke përplasur derën pas vetes. Stafi i kuzhinës qëndroi i ngrirë. Shefi i dytë, një djalosh i ri i quajtur Toby, dukej sikur do të fillonte të qante. Dikush thjesht ngroni supën e rregull, tha Gregson, duke ju drejtuar stafit, syt e tij të egër. Ndoshta nuk do ta vërej. Ai do ta vërej, tha Mia kuzhina u qetësua. Gregson u rrotullua, duke e shikuar atë me inat. Çfarë the? Ai do ta vërej. Mia dha një hap përpara, zëri i saj duke u dridhur, por duart e saj të qëndrueshme. Supa e rregullt është e trashë me krem të trashë dhe miell. Sterling kërkoi stilin e vitit 1998. Nëse i shërbeni me miell, ai do ta shijoj kokrën. Ai do ta di që keni gënyer. Dhe çfarë do të dinte një kamariere për kuzhinën franceze të nivelit të lartë? Gregson buzëqeshi. Ktheu në ambient. Mund ta bëj unë, tha Mia Gregson qesh, një zë jashtër qesharak. Ti lëshon pirunën. Ti nuk gatuash supë karavidi me yje mikkeli. Unë e di recetën. Mia këmbënguli, urgjenca duke u ngritur në gjoks. Ajo i duhej kjo punë. Nëse restoranti shkonte keq, ajo nuk mund të paguante faturat mjekësore të vajzës së saj. Nuk është një reduktim. Është një emulsion i kërcellit të pjekur. Mund ta bëj për 20 minuta. Thuaj se ka një vonesë të lehtë për sigurinë e cilësisë. Gregson shikoi derën e mbyllur të zyrës ku shefi Domonik po fshihej, pastaj përsëri te shefi i dytë i tmerruar, dhe më në fund të Mia ai shikoi orën e tij. Sterling kishte pritur 5 minuta. Ti ke 15 minuta, pëshpëriti Gregson, fytyra e tij e zbeth. Nëse ai e urren, unë të heq nga puna. Do të heq nga puna aq shumë sa nuk do të gjesh punë as në një stan takos. Mia nuk priti. Ajo lidhi një përparse mbi uniformën e saj të kamarierit dhe hyri në linjë. Stafi i kuzhinës shikoi në heshtje të habitur ndërsa Mia lëvizte. Ajo nuk lëvizte si një shërbyese. Ajo lëvizte si një kërcimtar ose një ushtar. Ajo kapi karavidhet e gjallë nga rezervuari, duke i dërguar me një goditje të shpejtë dhe të mëshirshme thike që e bëri Tobin të tundoj. Ajo nuk hezitoi. Ajo i hoqi kërcellët duke hedhur mishin më njanë. Kjo ishte për garnitur. Kërcellët ishin ato që ajo i dëshironte. Ajo e ktheu nxehtësinë në sobë në maksimum, duke i hedhur kërcellët në një tigan të thatë. Era e kafkës së krustacianeve të pjekura mbushi ajrin, e mbredh dhe e kripur si oqean. Ti po i digj ato, bërtiti Toby. Po i karamelizoj, korrigjoi Mia, pa ngritur sy. Ajo kapi një shishe konjaku nga rafti. Ush. Një shtyll flakësh u ngrit drejt kanaleve të ventilimit duke ndriçuar fytyrën e saj. Tani ajo ishte duke djersitur, flokët e saj duke u shpëtuar nga mbështjellja e tyre, por sytë e saj ishin të fokusuar si lazer. Ajo shtoi Mirapoix, të copëtuar aq imët sa ishte pothuajse një pas. Dhe pastaj arma sekrete, një dorë orizi arborio. Oriz? Gregson vuri në gojë nga anët duke kontrolluar orën e tij. Ti po vendos oriz në supë? A je e çmendur? Niseshte, pëshpëriti Mia trashon pa mjegulluar shijen. Mashtrim i gjyshes. Ajo punoi me një shpejtësi që sfidonte logjikën. Ajo shtoi bulionin, e la të vloj me furi, pastaj e uli atë. Ajo kapi një mikser, duke e bërë një lloj lym kërcelli dhe orizi dhe perimesh, duke nxjerrë çdo kokër shije, pastaj e kaloi atë nëpër një sit të imën.
Ajo e bëri këtë 3 herë. Rezultati në Tigan nuk ishte supë e zbutur kremoze roz që restoranti zakonisht shërbente. Ishte një e kuqe e thellë, e ndritshme, e kuqëremd, e shkëlqyer dhe intensive. Dukej si fundi i oqeanit, i pasur dhe kompleks. Ajo e vendosi në pjatë një tas i cekët me buzë të gjera. Ajo vendosi një medalion të vetëm të karavidit të zier në gjalp në qendër, e garnitur me një deg të vetë me celerie dhe prekja përfundimtare, një pikë vaj limoni për të prerë pasurinë. Shërbim, tha Mia, duke fshirë buzën e tasit. Ajo zgjidhi përparsen, duke zbuluar uniformën e saj të kamarierit poshtë, tani lagur pak nga djersia. Gregson shikoi tasin. Ai zhyt një lugë shijimi në tenxhere për mbetje. Ai e vuri në gojë. Syt i u zgërdhën. Ai nuk tha që ishte e mirë. Ai nuk i dha komplimente. Ai thjesht e shikoi atë me një përzierje hutimi dhe frike. Ishte gjëja më e mirë që ai kishte shijuar ndonjëherë në restorantin e tij, dhe ajo kishte ardhur nga gruaja që ai i bërtiste për të mos lëmuar sakt gotat. Toby fshie përsëri buzën, komandoi Gregson, zëri i tij duke u dridhur. Do ta dal unë jashtë. Jo, tha Mia, duke e bllokuar rrugën. Unë jam shërbyesi i tij. Nëse ndërroj tani, ai do të bëj pyetje. Unë e marr. Gregson hezitoi, pastaj bëri me kokë. Nëse ai e kthen prapa, mos u kthe në kuzhinë. Thjesht vazhdo të ecësh jashtë derës së përparme. Mia mori strehën. Duart e saj ishin duke u dridhur përsëri. Adrenalina e gatimit po zbehej, e zëvendësuar nga tmerri i shërbyesit. Ajo eci nëpër dyert lëkundëse përsëri në atmosferën e heshtur të dhomës së ngrënies. Arthur Sterling po kontrollonte orën e tij. Ai duke i mërzitur. Supja juaj, zotri Sterling, tha Mia, duke e vendosur tasin poshtë butësisht. Sterling shikoi supën. Ai u mblodh. Është e kuqe. Po, zotni, tha Mia, duke mbajtur frymën. Versioni me krem zakonisht është roz, sfidoi ai, duke marrë lugën e tij. Receta e Loberit 1998 nuk përdor krem, zotni. Mbështetet në niseshten e orizit dhe reduktimin e kërcellit për trup. Është më e mprehtë. Sterling u ngri. Ai ngriti syt dhe shikoi Mirën, duke e shikuar vërtet për herë të parë. Syt e tij u ngushtuan. Ti di shumë për recetën për një shërbyese. Unë thjesht dëgjoj kuzhinierët, zotni, gënjeu ajo. Sterling e zhyti lugën në lëngun e kuqërem të errët. Ai e ngriti atë në buzët e tij. Mia ndaloi frymëmarrjen. Nga hijet e stacionit të shërbimit, Gregson po shikonte, duke i rrotulluar duart. Sterling si e mori pjesën. Ai e mbylli gojën. Ai e vendosi lugën poshtë. Ai i mbylli syt për 10 sekonda. Ai nuk lëvizi. Heshtja u shtri aq e hollë sa ndihej sikur do të këputej. A kishte përdorur shumë krip? A ishte konjaku shumë i fortë? Pastaj Arthur Sterling hapi syt. Ata ishin lagur. Ai mori një kafshat tjetër, pastaj një tjetër. Ai hëngri me një zjarr të fortë që ishte e pazakontë për një njeri që zakonisht zgjidhte ushqimin e tij. Ai e fërkoi tasin të pastër, diçka që nuk ndodh kurrë në ushqimin e mirë. Kur ai mbaroi, ai fshiu gojën me pecetinë e pambukut dhe e vendosi në tavolinë. Menaxher, tha Sterling. Zëri i tij nuk ishte i lartë, por ai mbante në të gjithë dhomën. Gregson praktikisht vrapoi drejt tavolinës. Zotri Sterling, a është gjithçka? A ishte pjata e kënaqshme? Nëse jo, ne mund të. Kush e bëri këtë? Ndërpreu Sterling. Gregson gëlliti fort. Ai shikoi Mirën, pastaj përsëri Sterlingsin. Instinkti i vet ruajtjes filloi. Shefi Dominic, zotni, e përgatiti atë personalisht për ju. Sterling e ndoqi Gregsonin. Një buzëqeshje e ftohtë, cinike preku buzët e tij. Shefi Dominic e bëri këtë? Po, zotni. Sigurisht. Sillni atë këtu, komandoi Sterling. Dua të shtrëngoj dorën e njeriut që e gatuajti këtë. Fytyra e Gregsonit u bë gri. Ai bëri me kokë në mënyrë të ashpër. Menjëherë, zotni. Ai u gjëmua prapa në kuzhinë. Minuta më vonë, ai doli me shefin Dominic.
Domoniku kishte fshirë fytyrën, kishte drejtuar xhaketën e tij dhe kishte vendosur kokën e tij të larë. Ai duke I qetësuar, edhe pse sytë e tij shikuan nervozisht. Zotri Sterling. Domoniku u gjëmua duke përdorur theksin e tij të rem francez. Një nder. Më vjen mirë që ju pëlqeu supja. Sterling qëndroi I ulur. Ai shikoi duart e Domonikut. Ato ishin të pastra, të fërkuara. Domonik, tha Sterling butësisht. Kjo ishte e jashtëzakonshme. Thellësia e shijes. Më thuaj, a ke përdorur shafranin spanjoll apo iranian? Domoniku ia bëri syt. Ah, iraniani, sigurisht. Vetëm më të mirën për ju, zotni. Sterling bëri me kokë ngadalë. Dhe agjenti trashësues? Ishte kaq I mëndafsh. Niseshte misri. Domoniku buzëqeshi me besim. Një rrugë klasik, zotni. Gjalp dhe miell gatuar ngadalë. Shpreha e Sterling nuk ndryshoi, por temperatura në dhomë dukej se kishte rënë 10 gradë. Ai u ngrit ngadalë. Ai ishte një njeri I gjatë, imponues. Ai mori tasin bosh dhe e mbajti lart. Ti je gënjeshtar, Domonik, tha Sterling me qetësi. Dhoma u çudit. Zotni, belbëzoi Domoniku. Kjo supë, tha Sterling, duke treguar me gisht tasin. Nuk ka miell në të. Është trashur me oriz arborio dhe nuk ka shafran në këtë. Profili I shijes është I etiketuar dhe I djegur. Specifikisht, kërcellët u pjekën derisa u bën pothuajse të zinj. Sterling e hodhi tasin mbi tavolinë. Nuk u coptua, por zhurma u përhap si një goditje armë. Ti nuk e bëre këtë pjatë, Domonik. Ti gatu me ego. Kjo pjatë u gatu me dhimbje. Sterling e ktheu shikimin tek rreshti I stafit duke skanuar fytyrat. Unë shijova një kujtim në këtë tas, një kujtim të një gruaje që nuk e kam parë për 30 vjet. Ai u kthye drejt Gregsonit. Unë të pyeta se kush e bëri këtë. Nëse më gënjen përsëri, unë do ta djeg këtë restorant deri në tokë para mëngjesit. Gregson po dridhej. Ai shikoi Domonikun, I cili tani ishte me fytyrë të kuqërem dhe I heshtur. Pastaj, ngadalë, Gregson ngriti një gisht të dridhur dhe tregoi, jo drejt kuzhinës, por drejt këndit ku Mia po përpiqej të shkrihej në hije. Ajo e bëri, pëshpëriti Gregson. Kamarierja. Mia. Sterling u kthye ngadalë. Ai eci drejt Mirës duke injoruar shikimet e tronditura të tjerëve në darë. Ai ndaloi 2 këmbë para saj. Ai shikoi këpucët e saj të vjetra, përparsen e saj të konsumuar, fytyrën e saj të lodhur. Ti? Sterling pyeti butësisht. Po, zotni, tha Mia duke ulur kokën. Më vjen keq, zotni. Unë dola jashtë rreshtit. Do të paketoj gjërat e mia. Më shiko, komandoi Sterling. Mia ngriti syt. Ku mësua të pjek kërcell si kjo? Ai pyeti. Zëri I tij nuk ishte më I zemëruar. Po dridhej. Më mësoi gjyshja ime, tha Mia në New Orleans. Si e kishte emrin? Pëshpëriti Sterling. Clara, tha Mia Clara LeBlanc. Arthur Sterling, njeriu I hekurit, kapi mbështetësen e një karrige për të qëndruar I qëndrueshëm. Fytyra e tij u bë zbeth. Clara, përsëriti ai, emri duke tingëlluar si një fantazëm në buzët e tij. O Zot! Ai e shikoi Mirën me një intensitet që e bëri atë të donte të vraponte. Ti nuk po e heq nga puna, tha Sterling drejt Gregsonit pa u kthyer. Dhe ajo nuk do të shërbej më në tavolina. Më sillni një shishe Petrus 1982 dhe vendosni një vend. Ai tregoi drejt karriges përballë tij. Ulu, Mia, tha Sterling. Kemi shumë për të biseduar. Tapa e Petrusit 1982 u çap me një pëshertim të butë, të shtrenjtë. Tingulli dukej sikur jehonte në dhomën e ngrënjes të heshtur, si një goditje e çekanit në një blok gjykuesi. Restoranti, zakonisht një gumzhim bisedash të sjellshme dhe tinguish argjendash, kishte ndalur. Në tavolinën 4 po ndodhte e pamenduar. Arthur Sterling, kasapi I Broadaj, njeriu që I kishte reduktuar kuzhinierët me yje Mikeli në lot me një mbiemër të vetëm, po derdhte një gotë vere me vlerë $5,000 për një kamariere me një njollë në përparse.
Mia ul në buzë të karriges prej kadifeje, kur risi saj i ngurë. Ajo ndjente sytë e të gjithëve mbi të patronët e pasur, djemtë e autobusit të ngrirë në mes të hapit dhe më intensivisht shikimin e djegur të shefit Domonik që po shikoja përmes dritares së vrimës së dyerve të kuzhinës. Pi, tha Sterling, duke rëshitur gotën e kristalit drejt saj. Nuk ishte një sugjerim. Mia mori gotën. Duart e saj ishin të vrazhda. Lëkura e thatë nga vitet e pastrimit të pjatëve dhe dezinfektimit të tavolinave. Ato dukej të huaja kundër mbajtëses së delikate. Ajo mori një gëlltitje. Ajo shijoi si frutat e errëta dhe toka, e butë si mëndafsh, por ajo mezi mund të gëlliste përtej gungës në fyll. Ti ke sytë e saj, tha Sterling, zëri i tij duke u ulur në një përshpëritje që vetëm ata të dy mund ta dëgjonin. Ai nuk po shikonte verën. Ai po shikonte fytyrën e mirës. Duke kërkuar fantazma. Dhe ti ke duart e saj. Klara gjithmonë kishte djegje në parakrahët e saj. Ajo tha se ato ishin plagë beteje. Ajo i quajti ato puthje nga sobja. Majka korrigjoi butësisht. Sterling u tun, një ndezje dhimbjeje duke kaluar në për fytyrën e tij stoike. Po, kështu i quante ato. Puthje. Ai mori një pirje të gjatë, sytë e tij duke humbur fokusin. Nuk e kam dëgjuar atë emër për 30 vjet. E kërkova atë, e di. Kur u ktheva nga Franca, e kërkova kudo. Më thanë se ajo kishte vdekur në një zjarr në lagje. Mia e vendosi gotën poshtë. Frika po zëvendësoi ngadalë nga një nxehtësi mbrojtëse. Ajo nuk vdiq në zjarr, zotri Sterling. Ajo vdiq në një spital charitable në Baton Rouge para 4 vjetëve nga dështimi i zemrës. Sterling kapi mbulesën e tavolinës. Nyjet e tij u bën të bardha. E gjallë? Ajo ishte e gjallë gjatë gjithë kësaj kohe? E gjallë dhe e varfër? Po, tha Mia, zëri i saj duke u dridhur me një rritje të papritur të zemërimit që ajo nuk e kishte ditur se e kishte. Ajo pastroi dyshemet pasi artriti i mori duart dhe ajo nuk mund të mbante një thikë më. Ajo rriti nënën time dhe pastaj më rriti mua. Pse nuk më kontaktoi ajo? Pyeti Sterling, zëri i tij duke u këputur. Do t'i kisha dhënë botën. Do të kisha sepse ajo të urrente, tha Mia. Fjalët qëndruan në ajër midis tyre, të rënda dhe brutale. Sterling dukej sikur ajo e kishte goditur me shpull. Ai ul prapa, ajri duke u larguar nga mushkëritë e tij. Ajo më urrente. Ajo më kur nuk më tregoi emrin tënd të plot, shpjegoi Mia, duke kapur pecetinë e saj. Ajo thjesht më thiri Arti. Ajo më tha që Arti ishte një hajdut. Ajo tha se ti i vodhe recetat e saj, i vodhe idetë e saj, dhe pastaj u zhduk përsëri në New York për t'u bërë i famshëm. Ndërsa ajo mbeti me barkun plot fëmijë dhe qira të papaguar. Sterling i mbylli sytë. Një lot i vetëm rrjedhi duke ndjekur përmes vijave të thella të fytyrës së tij. Ai nuk e fshiu atë. Unë nuk i vodha ato, përshpëriti ai. Ne i shkruam ato së bashku në atë apartament të vogël në rrugën Mbretërore. Supa ishte e saj. Por salcën ishte imja. Ne ishim partner. Unë nuk e lash atë, Mia babai im, ai kishte njerëz që më zvarritën përsëri në New York. Më thanë se nëse do ta kontaktoja atë, do ta dëbonin atë. Ajo ishte e padokumentuar atëherë. Unë qëndrova larg për ta mbrojtur atë. Dhe kur më në fund u çlirova nga kontrolli i babait tim dhe u ktheva, më thanë se ajo ishte e vdekur. Ai hapi sytë. Ata ishin të fortë përsëri, por jo me mizori, me vendosmëri. Më gënjyen. Babai im më gënjeu për të më larguar nga ndihma. Mia e vështroi atë. Ajo donte ta urrente atë. Ajo kishte rritur duke dëgjuar tregimet e Artit vetjak që i thye. Zimën e Klarës. Dhe kur më në fund u çlirova nga kontrolli i babait tim dhe u ktheva, më thanë se ajo ishte e vdekur. Ai hapi sytë. Ata ishin të fortë përsëri, por jo me mizori, me vendosmëri. Më gënjyen. Babai im më gënjeu për të më larguar nga ndihma. Mia e vështroi atë. Ajo donte ta urrente atë. Ajo kishte rritur duke dëgjuar tregimet e Artit vetjak që i thye zemrën gjyshes së saj. Por duke parë këtë plak të thyrë, të rrethuar nga pasuria por plotësisht i vetëm, ajo ndjeu një pikëllim konfuz.
Pse më tregon këtë? Pyeti Mia, unë jam vetëm një kamariere. Kam një ndërim për të përfunduar. Jo, nuk ke, tha Sterling. Ai futi dorën në xhaketën e kostumit të tij dhe nxori një stilolaps me rezervuar të rënd dhe një pecet prej pambuku. Ai filloi të shkruante diçka më leckën. Ti nuk je një kamariere, Mia, ti je mbesa e kuzhinierit më të madh që kam njohur ndonjëherë. Dhe nëse ti ke talentin e saj, atëherë ti po e humbësh jetën të mbushësh me ujë gota. Ai e shtyri pecetën drejt saj. Mbi të ishte një numër telefoni dhe një adresë. Nesër në mëngjes, ora 8:20. Takohemi atje. Çfarë është kjo? Kuzhina ime e testimit, tha Sterling. Ti thua se i njeh recetat e Klarës? Vërteto. Nëse mund të gatosh pjesën tjetër të menus që kemi dizajnuar në 1998, unë nuk do të jap vetëm një punë. Do të sigurohem që ti nuk do të duhet të shqetësohesh më për një faturë mjekësore. Mia u ngri. Si e dinte ai për faturat? Sterling pa shprehjen e saj. Pash njoftimin e mbledhjes duke dalë nga xhepi i përparses tënde kur derdhe ujin. Sofie, apo jo? Emri i pacientit. Mia mbuloi instinktivisht xhepin, fytyra e saj duke u nxehur. Vajza ime, ajo ka nevojë për një operacion nesër. Një, tha Sterling duke e përsëritur. Ai u ngrit duke i kopsur xhaketën. Ai nuk shikoi faturën. Ai thjesht hodhi një kartë të zezë American Express mbi tavolinë. Gregson. Bërtiti Sterling. Menaxheri u materializua menjëherë duke djersitur me shumicë. Po, zotri Sterling. A ishte gjithçka sipas dëshirës tuaj? Supja ishte e vetmja gjë e ngrënshme në këtë ndërtesë, tha Sterling mjaft fort që e gjithë dhoma ta dëgjonte. Shërbimi nga kjo grua e re ishte i përsosur. Shtoni një bakshish prej $5,000 në faturë për të personalisht. Nëse marr vesh se shtëpia mori një pjesë, do t'i bëj auditimin e tatimeve aq të vështirë sa do ta ndjejnë nipërit e mbesat tuaja. Gregson u zbe. Oh, sigurisht, zotni. Ekskluzivisht për Mian. Sterling u kthye drejt Mirës. Ai bëri me kokë një herë, një gest respekti midis të barabartëve. Mos u vono, Mia Solace. Ai u kthye dhe doli nga restoranti, shiu duke e përpir. Mia ul e vetme në tavolinën më të mirë të shtëpisë, duke ndjer bakshishin prej $5,000 të shkruar në faturë. Ishte e mjaftueshme për të mbuluar 2 muaj të trajtimit të Sofies. Por ndërsa ajo ngriti syt, ajo nuk pa lumturi. Ajo pa shefin Domonik duke qëndruar pranë stacionit të kuzhinës, duke e ndjer atë me sy plot urrëtie të pastër, të papërzier. Ai ngadalë vizatoi një gisht përtej fytit të tij. Lufta sapo kishte filluar. Të nesërmen në mëngjes, bota kulinare e New Yorkut ishte në flak. Seksioni i ushqimit i New York Times kishte nisur një kryetitull digjital në orën 6:02 am. Arthur Sterling gjen fen në një tas supë. Kuzhinieri mister i dhomës së Obsidianit. Artikulli nuk e përmendi emrin e Mirës. Ai spekuloi se shefi Domonik më në fund kishte gjetur gjenezinë e tij, por brenda dhomës së Obsidianit të gjithë e dinin të vërtetën. Mia mbërriti në restorant në orën 7:00 am, një orë para takimit të saj me Sterlingsin, me qëllim të merrte thikat e saj personale që mbante në dollapin e saj, një grup të lirë, por të mprehë. Ajo kishte nevojë për to për kuzhinën e testimit, por kur ajo kaloi kartën e saj të kyçit në hyrjen e punonjësve, drita u ndes e kuqe. Hyrja e mohuar. Ajo e kaloi përsëri. E kuqe. Nuk do të funksionoj, tha një zë buzëqeshës nga platforma e ngarkimit. Mia u kthye. Ishte Gregson duke pirë një cigare, duke i lodhur dhe i keqtashës. Gregson, më lër të hyj. Kam nevojë për gjërat e mia. Je e pezulluar, tha Gregson duke hedhur hi mbi këpucët e saj. Në pritje të një hetimi. Hetim për çfarë? Vjedhje. Gregson buzëqeshi holl. Shefi Domonik raportoi një shishe konjaku 1945 të humbur nga inventari këtë mëngjes. Dhe mere me mend në dollapin e kujt e gjetëm? Mia Siran Barkët. Kjo është një gënjeshtër. Ti e vendose. Nuk ka rëndësi, Gregson shurgoi. Raporti i policisë është paraqitur.
Nëse hap një këmbë në pronë, do të arrestohesh për shkelje të pronës. Dhe nëse je arrestuar, ai dosje nuk do të dukej mirë për zotin Sterling, apo jo? Ai I uren hajdutët. Mia e kuptoi lojën. Ata nuk po e heqin nga puna vetëm. Ata po e bllokojnë atë nga mundësia. Nëse ajo humbte takimin në orën 8:00 am. Sterling do të mendonte se ajo ishte e pabesueshme. Nëse ajo shfaqej me një dosje policore, ai do të mendonte se ajo ishte një mashtruese ashtu siç mendonte se Arti ishte. Më jep thikat e mia, tha Mia, zëri I saj duke u dridhur. Dëshmi, tha Gregson. Shko në shtëpi, Mia, ktheu të jesh askush. Është më e sigurt për ty, ai hyri brenda dhe dera e qelikut u përplas. Mia qëndroi në rrugicë, era e plehrave dhe e shiut duke mbushur hundën e saj. Ishte ora 7:15 am. Kuzhina e testimit të Sterling ishte në anën tjetër të qytetit në Chelsea. Ajo nuk kishte thika, as uniform, dhe reputacioni I saj po shkatërrohej çdo minutë. Ajo shikoi telefonin e saj. Një foto e Sofies duke buzëqeshur nga shtrati I spitalit ishte sfondi I saj. Mos guxo të dorëzohesh, ajo dëgjoi zërin e gjyshes Klara në kokën e saj. Një Leblanc nuk ka nevojë për një thik argjendi për të vrarë një pul. Mia u kthye dhe vraponi drejt metros. Ajo nuk do të shkonte në kuzhinën e testimit si një kuzhinier. Ajo do të shkonte ashtu siç ishte. Arthur Sterling kontrolloi orën e tij. Ora 8:05 am ai qëndroi në qendër të laboratorit, shenjtëroja e tij private kulinare. Ishte një katedral prej qelikut të pasqyruar të gastronomisë, e pajisur me centrifug, ftohës me erë dhe përbërës të dërguar nga çdo cep I tokës. Duke qëndruar pranë tij ishte Richard, avokati I tij, dhe papritur, shefi Domonic. Domoniku kishte mbërritur 10 minuta më parë, I mbytur, duke pretenduar se kishte informacion të rëndësishëm në lidhje me kandidaten. Ajo nuk po vjen, Arthur, tha Domonic, zëri I tij duke rrjedhur me keqardhje të rreme. Vajza është e shqetësuar. Ka gishta ngjitës. Gjetëm një shishe luiste të kursyerit në dollapin e saj këtë mëngjes. Nuk doja të përfshija policin, por fytyra e Sterling mbeti e pandryshuar, por gishtat e tij u dridhen kundër banakut të punës. Ajo vodhi alkool. Ajo ka borxhe, Domonic psherti. Njerëzit e dëshpëruar bëjnë gjëra të tmerrshme. Ajo ndoshta e thurri atë histori për gjyshen vetëm për të marrë një bakshish. Ajo të mashtroi, Arthur. Më vjen keq. Sterling shikoi stacionin bosh që kishte përgatitur. Një përparse e bardhë e freskët ishte palosur në banak. Ai ndiu një hidhërim të një orë duke u ngritur në gjoks. E njëjta hidhërim që ndite kur mendonte se Klara e kishte braktisur. Apo përsëritej historia? A ishte ai thjesht një budalla I vjetër që kërkonte shpengim në sytë e një gënjeshtari? Mbylle, tha Sterling qetësisht. Richard, anulo rregullimin e fondit fiduciar. Arthur, prit, filloi Richard. Thash mbylle. Sterling si u gjëmua, duke përplasur dorën në banak. Unë nuk do të bëhem budall për herë të dytë. Unë nuk jam vonë. Bërtitja erdhi nga ashensori I mallrave. Dyrit u ankuan dhe Mia u rrëzua jashtë. Ajo ishte e lagur me djers, flokët e saj të egër, duke veshur gjinse dhe një bluzë. Ajo ishte pa frym, duke kapur një qese plastike pazar. Domonic buzëqeshi. Siguria. Si hyri këtu? Eca me shkallët e zjarrit, u përpjet Mia, duke marshuar në kuzhinë. Ajo injoroi Domonicun dhe shikoi drejt për drejt Sterlingsin. Unë nuk vodha asgjë. Ata e vendosën atë. Dhe unë jam 5 minuta vonë sepse më duhet të ndalesha në një dyqan lagjeje. Një dyqan lagjeje? Sterlingsi ngriti vetullën. Mia përplasi qesen plastike në banakun prej qelikut të pasqyruar. Gregson më konfiskoi thikat. Më mbylli jashtë pantallës së nivelit të lartë. Pra, nëse doni të dini nëse unë mund të gatuaj, zotri Sterling, ju nuk do të më shikoni të gatuaj mish agyll dhe tartuf. Kushdo mund të bëj ushqim të shtrenjtë të shijoj mirë. Ajo grisi qesen, jashtë u rrotulluan 3 qepa, një qese oriz të bardhë të lirë, një spec dhe një paket të ngrirë karkaleca të lira. Kostoja totale, ndoshta $12.
Kjo është ajo që gatuan të gjyshja ime kur qiraja ishte për të paguar, tha Mia, sytë e saj duke ndezur. Quhet e toffe e të varfër. Nëse unë mund ta bëj këtë të shijoj si një yll Mikkeli, unë marr punën. Nëse nuk mund, ju mund ta thërrisni vetë policin. Dhoma u qetësua. Domonik qeshi. Kjo është një shaka. Karkaleca të ngrirë. Arthur nxirre jashtë. Arthur Sterling shikoi grumbullin e trishtuar të përbërësve. Pastaj ai shikoi Mirën. Ai I pa zjarrin në të. Ishte I njëjti zjarr që digjesh dikur në një kuzhinë të vogël në rrugën mbretërore në vitin 1978. Ti ke 30 minuta, tha Sterling butësisht. Arthur, protestoi Domonik. Një fjalë nga ti, Domonik, dhe ti nuk do të punosh më kur në këtë hemisfer, tha Sterling pa e shikuar atë. Filloni kohën. Mia nuk humbi as një sekondë. Ajo nuk kishte thikat e saj të porositura, kështu që ajo kap një lath të përgjithshme nga rafti I murit. Ajo lëvizi me një ashpërsi që ishte e frikshme. Ajo nuk I shkri karkalecat në ujë. Kjo do të larë shijen. Ajo I hodhi ato me kërcell dhe të gjitha në një tigan të thatë, shumë të nxehtë për të goditur akullin, duke krijuar një avull të dhunshëm. Ajo I qëroi ato ndërsa ishin ende nxehtësi të fortë, gishtat e saj duke lëvizur si rrufe, duke I hedhur kërcellet përsëri në tigan për t'u djegur. Ajo I coptoi qepat dhe specat jo me precizitetin delikat të një kuzhinieri francez, por me ritmin e qartë të një kuzhinieri rustik. Cop, cop, cop. Ajo kishte nevojë për një rue, por ajo nuk kishte gjalp. Ajo pa një kavanoz dhjam pate në një raft të lartë, artikulli I vetëm luksos që mori. Ajo përzieni dhjamin me miell, duke e përzier vazhdimisht mbi nxehtësi të lartë. Ajo po e djeg ruen, pëshpëriti Domonik me gëzim. Do të jetë e hidhur. Mia e dinte se duke e djegur. Ishte ngjyra e çokoladës së errët. Ishte faza e napalmit kreol, menjëherë përpara se të kthehej në qymyr. Ishte e rrezikshme. Ishte perfekte. Ajo hodhi perimet. Tigani u pëshpërit si një gjarpër I zemëruar. Era goditi ajrin. Jo erë e përsosur e supës nga nata e kaluar, por diçka primitive, e tymosur, e errët, e dhellë. Ajo shtoi ujë të rubinetit, jo buljon, duke u mbështetur në kërcellet e djegur të karkalecave për të krijuar buljonin në kohë reale. Ajo e përçoi me kajën dhe piperin e zi, duke shijuar, duke rregulluar, duke djersitur. Me 5 minuta të mbetura, ajo e kulloi salcën, duke shtypur kërcellet derisa u coptuan, duke nxjerrë çdo pikë ari oqean. Ajo përsëriti karkalecat përsëri vetëm për t'i ngrohur ato në mënyrë që të mos bëheshin të buta. Ajo e lehtësoi orizin e lirë me një pirun dhe një shtrydhje limoni. Koha. Thiri Sterling. Mia dha një hap prapa. Ajo vendosi një tas të vetëm në stacion. Nuk ishte e bukur. Ishte kafe. Dukej si lut në krahasim me pjatët artistike që zakonisht shërbeheshin në këtë dhomë. Domonik buzëqeshi. Duket si balt. E neveritshme. Sterling eci përpara. Ai mori një lugë. Ai shikoi baltën. Ai mori një kafshatë. Ai përtyp ngadalë. Tekstura e karkalecave të lira ishte çuditërisht e butë. Salca. Salca ishte një shpërthim. Kishte hidhësinë e thellë artëruese së errët, e balancuar nga ëmbëlsia e qepave dhe goditja e mprethë e kajenes. Shijonte si luftë. Shijonte si shtëpi. Shijonte saktësisht si një e martë në vitin 1978 kur ai dhe Clara kishin $3 për emrat e tyre dhe ishin njerëzit më të lumtur në tokë. Sterling e hodhi lugën. Ai I vuri duart në banak dhe uli kokën. Supet e tij u dridhen. Arthur. Domonik dha një hap përpara, I shqetësuar. A është kaq e keqe? Do të thëras sigurin. Sterling ngriti kokën. Ai po qeshte. Një qeshje e frymëzuar, e gëzuar. E keqe? Sterling u kthye drejt Domonikut, sytë e tij të ndritur. Budallaj. Ti mund të punosh për 1000 vjet dhe kur nuk do të kuptosh se si të bësh ushqim si ky. Ky nuk është ushqim. Kjo është alkani. Ai u kthye drejt Mirës duke buzëqeshur. Ti kalove. Objektim. Domoniku ushtoi duke humbur qetësinë e tij.
Kjo është e manipuluar. Ajo është një hajdute. Ajo nuk ka trajnim. Ti nuk mund t'i japësh perandorin bazuar në një tas lut moçalore. Unë mund të bëj çfarë të dua, tha Sterling ftohtësisht. Por ti ke të drejtë. Duhet ta zgjidhim këtë publikisht. Nuk do të kem njerëz që thonë se unë e favorizova atë. Sterling nxori telefonin e tij. Të premten tjetër, shpalli Sterling. Dhoma e Obsidianit shërben si vendndodhje. Një shijim i verbër, 5 pjata. Shefi Domonik kundër. Cili është titulli juaj zyrtar, Mia? Kamariere, tha Mia. Shefi Domonik kundër kamarieres. Sterling buzëqeshi. Ne do të ftojmë shtypin. Ne do të ftojmë kritikët. Viktria Kryqi mund të jetë gjykatësi. Nëse Domoniku fiton, ai mban restorantin dhe unë dyfishoj pagën e tij. Nëse Mia fiton. Sterling pauzoi duke shikuar Domonikun me një buzëqeshje si peshkaqen. Nëse Mia fiton, Domonik t'i dal në pension dhe Mia bëhet kuzhiniere kryesore dhe pronare e dhomës së Obsidianit. Fytyra e Domonikut u bë e purpur. Unë pranoj. Unë do ta shtyp këtë amatore në pluhur. Ai doli me vrull nga laboratori. Mia ndjeu gjunjët i dorëzoheshin. Ajo kapi banakun për mbështetje. Zotri Sterling, unë nuk mund ta mposht atë. Ai ka një brigadë prej 20 kuzhinierësh. Unë nuk kam askën. Ti më ke mua, tha Sterling, duke marrë tasin e etofe dhe duke marrë një kafshat tjetër. Dhe ti ke recetat e gjyshes tënde. Tani vish një përparse. Kemi një javë për t'u përgatitur dhe ti duhet të mësosh se si të pjatosësh ushqimin në mënyrë që të mos duket si lut moçalore. Mia lidhi përparsen rreth belit të saj. Për herë të parë në jetë, ajo nuk ndjeu si shërbyese. Ajo ndjeu si një luftëtar duke u përgatitur për betejë. Po, shef, tha ajo. Java që i parapriu duelit ishte një mjegull adrenaline dhe netësh pa gjumë. Nën mentorimin e Arthur Sterling, Mia nuk po gatuante thjesht. Ajo po kujtonte. Çdo mësim që gjyshja e saj Clara i kishte mësuar në atë kuzhinë të ngjeshur në New Orleans po kthehej me vrull, i përsosur nga mjeshtëria teknike e Sterling. Ata ishin një çift i papritur, miliarderi në një kostum të porositur dhe kamarierja në xhinse, duke punuar në sinkronizim të përsosur deri në orën 3:00 am çdo natë. Por ndërsa Mia po mprete aftësitë e saj, shefi Domonik po mprete thikat e tij në një rrugicë më të errët. 2 ditë para konkursit, Mia la kuzhinën e testimit herët për të vizituar Sofien në qendrën mjekësore Shën Juden. Operacioni i vajzës së saj ishte planifikuar për të hënën pas konkursit, duke supozuar se Mia do të fitonte paratë e çmimit ose pozitën. Rrezikimet ishin jetë ose vdekje. Mia eci nëpër garazhin e spitalit duke kapur një arush që kishte bler nga dyqani i dhuratave. Betoni jehonte me tingullin e shiut. Përshëndetje, Mia zëri e ndaloi atë të ftohtë. Ishte një zë që ajo nuk e kishte dëgjuar për 5 vjet. Një zë që dikur përshpëriste premtime para se të fillonte të bërtiste fyese. Ajo u kthye, i mbështetur në një makinë gri, duke pirë një cigare, ishte Dirk. Baba i Sofies. Ai dukej më mirë se hera e fundit që e kishte parë. Ai ishte veshur me një xhaketë të re lëkure dhe çizme të shtrenjta. Ai nuk dukej si njeriu që kishte ikur prej tyre kur erdhi diagnoza e Sofies, duke thënë se nuk mund të përballonte bagazhin. Dirk, Mia frymëmori, kapja e saj duke u shtrënguar mbi arushin. Çfarë po bën këtu? Dëgjova që je e famshme, buzëqeshi Dirk, duke hedhur cigaren larg. Nga kamariere në super yll, duke luftuar për kurorën e dhomës së Obsidianit. Kjo është një hap i madh lart nga tavolina e ngrënies, e dashur. Qëndro larg nesh, tha Mia, duke u larguar. Ti i dore ruajtësit e tua. Ti i nënshkrove letrat. Dirk qeshi, duke u larguar nga makina dhe duke hapur hapësirën e saj personale. Ai kishte erë Bourbon të vjetër dhe kolonjë të shtrenjtë. Një përzierje shqetësuese. Letrat janë vetëm letra, Mia, unë jam baba i Sofies dhe unë kam qenë duke menduar. Nëse ti fiton këtë konkurs të madh, nëse ti bëhesh pronare, kjo është shumë pasuri. Një gjykatës mund të mendoj se një fëmijë meriton një baba që është i pranishëm. Mia ndjeu gjakun të ikte nga fytyra e saj. Ti nuk të intereson Sofie.
Ti nuk e vizitove asnjëherë. E vërtet, Dirk shrugoi. Por më intereson ne. Shiko, unë kam një mik, një kuzhinier shumë bujar të quajtur Domonik. Ai mendon se do të ishte më mirë nëse ti të tërhoqesh nga konkursi. Presioni, e di, mund të jetë shumë për një nën të vetme. Ai u afrua afër, zëri i tij duke rënë në një kërcënim. Nëse ti hyn në atë skenë të premten, Mia, unë po paraqes kërkesë për kujdestari të plot të hënën. Unë kam një avokat të mirë tani, i paguar nga miku im i ri. Do të lidh në gjykatë për vite. Ti nuk do të mund të përballosh faturat mjekësore të Sofies dhe një betejë ligjore. Ti do ta humbësh atë. Mia u dridh nga një zemërim aq i pastër sa gati e verbëroi. Ti po më bën shantazh. Unë po negocioj, korrigjoi Dirk. Hiqu. Ktheu të jesh kamariere dhe unë qëndroj larg. Fito dhe unë të marr vajzën tënde. Ai i pati faqen, një goditje përbuzëse, poseduese dhe u kthye në makinën e tij. Ndërsa ai largohej, Mia pa udhëtarin në makinë. Ishte Gregson, menaxheri i ambientit i dhomës së Obsidianit, duke ndjerë drejt përpara. Mia u shemb kundër një shtylle betoni, duke rrëshitur poshtë derisa goditi dyshemen e njollosur me vaj. Ajo varrosi fytyrën në arush. Si mund të luftonte një kuzhinier me yje mitkeli dhe një betejë për kujdestarin në të njëjtën kohë? Ajo nuk i tha Sterlingsit. Ajo nuk mundi. Ai do ta përballonte me para ose avokat. Por Dirku ishte i keqtashës. Nëse provokohej, ai do të lëndonte Sofien vetëm për të lënduar mirën. Të nesërmen në mëngjes, Mia ishte e heshtur në kuzhinë. Lëvizjet e saj ishin të ngadalshme. Ajo dogji një salcë. Ajo lëshoi një tabaka me barishte. Ndalo, komandoi Sterling. Ai eci te stacioni i saj. Ti po gatu me frikë. Mund ta shijoj atë në ajër. Çfarë ndodhi? Asgjë, gënjeu Mia duke ndjerë dërrasën e prerjes. Jam thjesht e lodhur. Klara zakonisht merrte atë shikim. Kur vinin mbledhësit e qiras, ajo mbyllej. Ajo përpiqej të bëhej e vogël në mënyrë që bota të mos e vinte re. Ai ngriti mjekrën e mirës me një gisht. Ti nuk mund të gatosh nëse je e vogël, Mia, kuzhina kërkon një gjigant. Çfarëdo që të je duke të ndjekur, vendose në tigan. Digje. Reduktoje derisa të mos jetë asgjë përveç shije. Mos e lë atë të konsumoj. Mia shikoi plakin që kishte dashur gjyshen e saj. Ajo mendoi për Sofien e lidhur me makina. Ajo mendoi për buzëqeshjen e Dirkit. Ajo nuk qau. Lotët avulluan, të zëvendësuar nga një vendosmëri e ftohtë, e fortë. Dirku donte që ajo të dorëzohej. Ai donte që ajo të ishte viktima. Jo, jam gati, shef, tha Mia, zëri i saj i qëndrueshëm. Le të kthehemi në punë. E premtja e mbrëmjes erdhi si një uragan. Dhoma e Obsidianit ishte transformuar. Tavolinat ishin shtyr prapa për të krijuar një arenë. Në njërën anë ishte kuzhina e kuqe, e shkëlqyer me pajisje të teknologjisë së lartë, e drejtuar nga shefi Domonik dhe 3 nga shefët e tij më të mirë të dy. Në anën tjetër ishte kuzhina blu, një rregullim më i thjeshtë i drejtuar vetëm nga Mia dhe Toby, shefi i ri i dytë që kishte ikur nga kampi i Domonikut në momentin e fundit. Dhoma ishte e mbushur plot. Kritikët elit të ushqimit të New Yorkut, celebritetet dhe kamerat ishin kudo. Dhe atje, në rreshtin e parë, i veshur me një kostum që nuk i përshtatej mjaft, ishte ulur Dirk. Ai kapi shikimin e mirës dhe trokiti orën e tij, duke thënë fjalën, koha mbaroi. Mia shikoi anash. Ajo u fokusua në tryezën e gjykatësve. 3 gjykatës u ulën atje. E para ishte Victoria Kryqi, kritikja më e friksuar e ushqimit në Londër, e njohur si Giljotina për aftësinë e saj për të përfunduar karriera me një fjali të vetme. E dyta ishte Henry Basset, një kuzhinier tradicionalist francez me 3 yjet e tij. E treta ishte një mysafir i papritur, vet Arthur Sterling. Ai nuk do të votoj, por do të drejtonte. Zonja dhe zotërinj, zëri i Sterling bumbulliti mbi mikrofon. Sonte nuk ka të bëj vetëm me ushqim. Ka të bëj me të vërtetën. 5 pjata. Një përbërës duhet të theksohet në secilën. Tema është trashëgimia. Shefi Domonik duke i sigurt. Ai buzëqeshi Mias përtej korridorit.
Gati për t'u kthyer të lëmon pirunët e ëmbël? Mi. An nuk u përgjigj. Ajo shtrëngoi përparsen. Pjata e parë, vezët. Domoniku lëvizi i pari. Ai përgatiti një vezë ros me shkum tartufi dhe flet ari. Ishte teknikisht perfekte, e gatuar saktësisht në 62 sa ajo u tun si një xhevahir. Ajo ushtroi para. Mia kapi një kuti me vezë të thjeshta ferme. Ajo nuk përdori një makinë sos vide. Ajo i krishti ato në një tigan prej hekurit të skuqur. Ajo po bënte vezë në meret, vezë të zjera në reduktim të verës së kuqe me copa proshute dhe bukë të thatë rustike. Ishte një pjatë fshatare. Kur pjatët shkuan të gjykatësit, Viktria kryqi shijoi së pari të Domonikut. Teksturë e shkëlqyer, vuri re, por e parashikueshme. Shijon si ajër i shtrenjtë. Pastaj ajo shijoi të mirës. Salca e pasur e verës së errët ngjyrosi të bardhën e vezës. E verdha u këput duke u përzier me acidin dhe kripën e proshutës. Viktria i mbylli sytë. E guximshme, agresive. Shijon si një e diell në mëngjes në Burgundi. Të zgjon. Fituesja e raundit të parë, Mia. Fytyra e Domonikut u errësua. Ai këputi gishtat drejt Gregsonit, i cili po rritej pranë kutisë së shërbimit në mur. Pjata e dytë, skalopet. Këtu ishte ku gjërat shkuan keq. Mia zgjati dorën për sobën e saj me gaz për të skuqur skalopet. Ajo e ktheu numrin. Klik, klik, klik. Asgjë. Pa flak. Tobi, piloti është i fikur. Mia vuri në gojë. Tobi kontrolloi linjën. Valvula është e mbyllur. Dikush e preu linjën nga jashtë. Mia shikoi në përdhom. Gregson po buzëqeshej pranë ndërprerësit të emergjencës. Ajo nuk kishte nxehtësi. Skalopet e saj ishin të papërpunuara. Dhe ajo kishte 10 minuta. Përdor pishtaren e zjarit, komandoi Mia, ajo do të shijoj si butan. Tobi u panik. Jo nëse përdorim dërasat e kedrit, tha Mia, mendja e saj duke vrapuar. Merr dru dekorativ të kedrit nga ekrani. Ajo vendosi skalopet e papërpunuara në dërasat e drurit dhe përdori pishtaren e duarshëm të ëmbëlsirave për të ndezur zjarin në dru, jo në peshk. Ajo e kap tymin me një tas metalik. Ajo po i tymosinte ato me njëherë, pastaj duke përdorur nxehtësinë e mbetur të drurit që digjej për të skuar fundin. Ishte çmenduri. Ishte e rrezikshme. Tymi derdhej në dhomën e ngrënies. Publiku u çudit. Domoniku prezantoi një skalop Carpaccio me gjel yuzu. Perfekt. I ftohtë klinik. Mia prezantoi skalop të tymosur me kedër me gazrik të djegur portokalli. Henry Bassett u kollit ndërsa tymi e goditi atë. Por kur ai hëngri skalopin, syt ju zgërdhen. Improvizim, pëshpëriti ai. Tekstura është paksa e pabarabartë, por shija është e gjallë. Shijon si një zjarr kampesh. Fituesi i raundit të dytë, barazim. Domoniku ishte i tërbuar. Ai marshoi drejt shefëve të dytë të tij. Mjaft me lojrat. Shkatërrojeni atë në pjatën kryesore. Pjata e tretë, mishi i viçit, ngjarja kryesore. Domoniku nxori një copë mishi viçi japonez A5 agu me vlerë më shumë se makina e mirës. Ai filloi ta priste atë me precizitet kirurgjikal. Mia kishte kërkuar një prerje specifike. Brinjet e shkurtra, të lira, të forta, që kërkonin orë për të gatuar. Ajo i kishte vendosur në kusinierën me presion, pajisja e vetme që Gregson nuk kishte sabotoruar herët në konkurs. Por ndërsa ajo shkoi për të lëshuar presionin, valvula ngeci. Vul ishte ngjitur super. Nuk mund ta hap, çau Tobi, duke tërhequr kapakun. Është ngecur. Mia shikoi orën. 15 minuta. Mishi i saj ishte i blokuar brenda një bombe çeliku. Dirk, i ulur në rreshtin e parë, qeshi me zë të lartë. Mia kapi një shkop të rënd për rrotullim. Tërhiquni, ajo bërtiti. Mia, mos, ushtroi Tobi. Do të shpërthej. Mbuloni gjykatësit. Mia u gjëmua. Ajo nuk goditi kapakun. Ajo goditi valvulën e lëshimit me një goditje të saktë, të dhunshme, duke coptuar mekanizmin e bllokimit plastik që Gregson kishte manipuluar.
Avulli shpërtheu si një gjejzer duke bërtitur drejt tavanit. Kuzhina u zhduk në një re të bardhë mjegulle. Kur avulli u pastrua, Mia ishte e padëmtuar duke mbajtur tenxhere. Ajo nxori mishin. Po binte nga kocka. Ajo e vendosi atë mbi një shtrat polente, misër të grimcuar me të vërtet të përzier me djath të mpreth çeder. Domoniku shërbeu agyun e tij. Ishte shumë i butë, i shërbyer me një salcë bordeleze që zgjaste 3 ditë për t'u bërë. Mia shërbeu brinjën e saj të zier mbi misër të grimcuar me çeder. Viktria kryqi shikoi pjatën e saj. Dukej si diçka nga një tavolinë ngrënieje. Ky është një konkurs i mirë ushqimi, Miss Solace, tha Viktria në mënyrë të izoluar. Jo një barbecue në obor. Shione, tha Mia pa frym, djers duke pikëzuar poshtë hundës së saj. Ju lutem. Viktria preu një copë. Ajo e hëngri atë. Ajo e vendosi pirunin poshtë. Ajo shikoi Domonikun, pastaj Mirën. Domonik, tha Viktria. Mishi juaj është i përsosur. Është përsosmëri teknike. Por mishi i Mirës, Viktria vazhdoi, zëri i saj duke u zbutur. Ky shion si rehati. Shion si një nën që përqafon një fëmijë. Ka shpirt. Fituesja e raundit të tretë, Mia. Rezultati ishte 2-1. Mia ishte një pikë larg fitores. Domonik u kthye drejt ekipit të tij. Merrni telefonin. Ai i vuri në gojë Gregsonit. Thirr numrin. Gregson bëri me kokë dhe u nxor nga dera anësore. Pjata e 4, dredha. Para se të fillonte pjata e 4, një raund ëmbëlsirash. Dyert e 2 fishta të restorantit u hapën. 2 oficerë të policisë në uniformë hyn brenda. Dhoma u qetësua. Muzika ndaloi. Kemi një raport për rrëmbim, shpalli oficerja kryesore, dora e saj mbi brezin e saj. Dirk u kërcëllua nga rreshti i parë, fytyra e tij e shtrembëruar në një mask paniku të rrem. Oficer, është ajo. Ajo grua atje, Mia Solace, ai tregoi me një gisht të dridhur drejt Mirës. Ajo mori vajzën time, bërtiti Dirk, duke luajtur rolin e babait të shqetësuar në mënyrë perfekte. Ajo e rrëmbeu atë nga spitali një orë më parë. Infermierët sapo më thirrën. Publiku u çudit. Kamerat u kthyen drejt Mirës. Çfarë? Mia lëshoi shkopinjen. Kjo është një gënjeshtër. Ajo është në dhomën e saj. Duhet të kërkojmë të na shoqërosh, zonjush, tha oficerja, duke hapur hap në dyshemen e konkursit. Kemi një deklarat nga stafi i spitalit. Domonik i krizoi krahët duke buzëqeshur. Ishte shahu përfundimtar. Të arrestohen në televizion të gjallë. Edhe nëse ajo ishte e pafajshme, konkursi do të ishte mbaruar. Ajo do të diskualifikohej. Mia shikoi Sterlingsin. Ai ishte duke u ngritur, duke dukur i tërbuar, duke arritur për telefonin e tij. Por ishte shumë vonë. Oficerët po afroheshin. Unë nuk e mora atë, ushtroi Mia, paniku duke u ngritur në fyt të saj. Kontrolloni kamerat. Ai po gënjen. E jani me ne pa zhurmë, tha oficerja, duke arritur për prangat e tij. Mia shikoi daljen. Ajo shikoi ëmbëlsirën e saj të papërfunduar. Ajo shikoi buzëqeshjen fitimtare të Dirkit. Prisni. Zëri erdhi nga pjesa e pasme e dhomës. Ishte i lartë dhe i hollë, por ai preu tensionin si një thik. Një karrocë me rrota po shtyhej nëpër turm. Në të ishte ulur një vajzë e vogël, e zbeth, me një kapel thurje në kokë, duke mbajtur një shtyll ive. Duke e shtyr karrocën ishte një infermiere e moshuar që dukej sikur rrishte alligator për kënaqësi. Sofie. Pëshpëriti Mia. Mami nuk më mori, bërtiti Sofie, zëri i saj çuditërisht i fortë. Unë jam këtu. Infermierja e shtyu karrocën me rrota drejt oficerëve të policisë. Ajo e ndoqi Dirkun. Unë jam infermierja kryesore në Shën Judën, u gjëmua gruaja. Dhe ky burr hyri në repartin tim një orë më parë duke u përpjekur ta kontrollojë këtë fëmijë pa autorizim. Kur ne refuzuam, ai thiri 911 dhe raportoi se ajo mungonte. Ajo tregoi me gisht Dirkun. Ti je ai që duhet të arrestohet, copë e ndyrë. Dhoma shpërtheu. Oficerët u kthyen ngadalë drejt Dirku. Fytyra e Dirku u bë e bardhë.
Ai u zhëbi. Disa muaj më vonë, neonet e dhomës së obsidianit ishin zhdukur. Në vend të tyre, një shenjë prej drurit të ngrohtë thoshte thjesht Klara. Radha për të hyrë përdorte rreth bllokut dhe në tavolinën 4, të rezervuar për gjithmonë, rrinte Arthur Sterling duke ngrënë një tas etofe, më në fund në shtëpi. Dhe kështu, një kamariere me një recetë $3 rrëzoi një perandori kulinare. Mia dëshmori se fuqia e vërtet në kuzhinë dhe në jetë nuk vjen nga përbërës të shtrenjtë apo tituj të bukur. Ajo vjen nga zemra, nga lufta dhe nga refuzimi për të lënë dikë tjetër t'ju thotë se ju nuk keni vend në tavolinë.